Miqtë Prizmës, shiko, së bashku po shtyhemi pak më përpara në kohë, kur bëshin protesta dhe kur në Partinë Demokratike nga Sali Berisha dhe nga të gjitha ata poshtë thuhesh qeveri teknike. Thuhesh edhe kjo tjetra, nuk hym në zgjedhje me këtë kryeministër. Dy element, kauza. Qeveri teknike, ndryshe nuk hym në zgjedhje, dhe tjetra, nuk hym në zgjedhje me këtë kryeministër të mafjes e tjera. Tash pse po e përmendën në këto ditë të fushatës elektorale? Nuk po e përmend që t'ju them atyre, pas që ma nuk e mani fjalën, pasi nuk si ngujshkuat një kauzë deri në fund. Si çoni këshi kauzas të cilat janë sigurta që i keni për t'i lënë një ditë bukur. Si ka mundësi që nuk mbani njëherë fjalën, si nuk jeni njëherë burra që t'i shkoni një kauzë deri në fund. Ta shpikni, po pastaj t'i shkoni deri në fund. Si ka mundësi që mos t'ju triumfoj një kauzë si çoni. Edhe po i përsëris edhe një. Jo për t'ju mërzitur. Thjesht për t'ju vrarë veshin. Qeveri teknike. Vetëm qeveria teknike e zgjidh problemin. Dhe tjetra, me këtë kryeministër ne nuk hymë në zgjedhje. Pra teorikisht do të ishte një kryeministër tjetër. Ju kujtohet apo jo? Janë kauzat kryesore të protestave dhe të akselerimit opozitar në Shqipëri. Tashti jemi brenda fushatës elektorale. Bile janë bërë një dy marrëveshje midis Edi Ramës dhe Sali Berishës ose Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Ju kujtohet çfarë ndizeshin zjarr. Digjeshin. Karrike. Digjesh parlamentin, digjesh në rrugë, gjuhesh. Besoj ju kujtohen. Qeveri teknike, me këtë kryeministër nuk futi në zgjedhje. Të sheme që e përsrita tepër, do më thoni, na mërzite. Po mirë, po bëj dhe onë si e i nume e stradës. Ju e mërzite se unë e përsrita dhe nuk u mërzitet sa herë ka gënjur dhe mashtruar Sali Berisha me kauza për idioti. Ju mërziteni për me se përsëris gjërat që ka kërkuar Berisha edhe asnjëherë nuk ka shkuar deri në fund, ka gënjur, ka mashtruar. Dhe nuk mërziteni për ti që ju mashtron edhe i gënjen, po mërziteni për mehet që përsëris ato që ka thënë Berisha dhe nuk i ka zbatuar kur. Mërziteni pse përsëris unë edhe nuk mërziteni pse ju gënjen ai, ju mashtron ai. Tash e di si është puna. Nuk po ju drejtohem juve, që jeni të qartë. Po ju drejtohem atyre që sigurisht qartësinë kanë me marrëzit e Sali Berishës. Tash jemi në fushatë elektorale, në kulmin e fushatës elektorale dhe pak ditët do shkojmë në zgjedhje. Dhe të gjithë kauzat e Sali Berishës kanë rënë. Ashtu si kundër e di gjithkush që do të bien edhe zgjedhjet. Sepse është sqaruar që ai sigurisht nuk mund të fitojë zgjedhjet. Dhe kësaj radhe, ato zgjedhje nuk mund të fitojnë edhe njerëzit që shoqërojnë atë. Ato janë bashkëfajtor të Sali Berishës, sepse sigurisht kanë ndjekur kauzat e humbura, të ngritura gabim, e herë narrativa idiotësie të Sali Berishës. Është pikërisht kjo arsye, sepse besoj në gënjeshtrën e tij, në kauzat e gënjeshtrave të tij, në kauza idiote, imorale, shpesh amorale dhe të çmendura të tija, ose ju shkojnë mbrapa dhe pa besuar, akoma më keq edhe kjo, të cilët si konkluzion i bëjnë fajtor njësoj si Sali Berishën. Absolutisht njësoj si Sali Berishën. Nuk i nxjerrin në dritë më të bukur, as në fajsi më të madhe më të vogël, por njësoj si Sali Berishën. Nuk kemi të bëjmë më me një fajtor dhe një arrogant në marrëzinë e tij, sepse është edhe arrogant në marrëzinë e tij, në budallëkun e tij. Se sa për shembull ata që kanë vite, të cilët janë mësuar
të kamufluar, po shpeshherë të gabuar, pasaj edhe të penduar, po që në fund krejt rifuten edhe njëherë në marrëzinë e një kauze të humbur, kauzave tjera të humbura, për të bërë pastaj kompleksitetin e marrëzisë politike të Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Tashmë nuk është faji vetëm i tij. Faji kryesor është atyre që ndjekin pas, duke qenë qartë që nuk kanë për të fituar asgjë, nuk kanë për të ndryshuar fare Shqipërinë, kanë për të mbajtur në pushtet këtë majorancë që është, dhe që sigurisht janë paterica, janë subvencioni më i sigurt për pushtetin e sotëm. Dhe kjo përbën pastaj edhe fajin kryesor të tyre, sepse pengojnë alternativën. Uroj që zoti Sheheri, uroj që zoti Qorri, sidomos ata të dy, uroj fort që të përfaqësohen mirë dhe të fusin deputet, s'paku të futen ata vetë. Tjetë një zë ndryshe, se sigurisht janë më të mirë se sa nga dy krahët që përfaqësojnë sot politikën shqiptare. Por kauzat e Sali Berishës dhe ato që ndjekin kauzat e Sali Berishës janë gjërat më idiote, janë gjërat më gabim, më të fajshme, marrëzit më të mëdha politike, folk politike të Shqipërisë. Dakord miqtë mi?